këtë pajtueshmëri. Me kërkesën e njëjtë për një takim konsultativ mes partive politike, pritet të vazhdojë seancën e konstituimit të kuvendit kryesuesi Avni Dehari nesër në tentativën e tretë pas 2 dështimeve. Këtë e konfirmoi për otokon sekretari i partisë që ka fituar numrin më të madh të ulëseve, Alim Rama. Tash, pasi që kjo procedurë e radhës nuk është e paraparë në procedurat e kuvendit, ne mendojmë që duhet një konsultim të gjitha subjekteve politike që të përcaktojnë rrugën përpara. Se çfarë do mënyrë tjetër është krijon një farë pasiguri sepse nuk është e paraparë në procedura. Do të thënë që duhet një konsultim të gjitha subjekteve të vizatojnë hapa, qoftë të dakordohen për raportin e ekzistues, qoftë dakordohen për të bëjnë një komision të ri për verifikim të mandateve. Megjithatë, tha Rama, ata mbetën të hapur për çdo diskutim e kërkesën për dorëheqje e quajtje absurde. Ftesën e djeshme për takim konsultativ, PDK, LDK dhe AAK e quajtën jashtë mandatit të tij si kryesues, referuar deputetit më të vjetër Avni Dehari. Të 3 partitë janë betonuar në qëndrimet e tyre se nuk mund të votohet raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve pa dhënë dorëheqje kryeministri e ministrat nga postet ekzekutive, me që sipas tyre nuk mund të kesh pozitë ekzekutive njëkohësisht të betohesh si deputet. E për një njohës të zhvillimeve politike, lëvizja vetëvendosje është obliguese në gjetje të një zgjidhjeje bazuar në rezultatin zgjedhor. Ajo që ka përgjegjësinë më të madhe është partia e parë pas procesit zgjedhor të nënshkurtit të vitit të rrjedhës, për arsye se ka dhe privilegjin për të inicuar procedurat rreth formimit të institucioneve të reja. Pra lëvizja vetëvendosje është ajo që ka fuqinë, mundësinë, privilegjin për të ecë përpara nëse ka vullnetin e sinqert. PDK, LDK dhe AAK kundërshtuan edhe dje që seanca të kthehet në pikën 0, duke kërkuar të vazhdohej me votimin e raportit që verifikon mandatet e deputetëve, por lëvizja vetëvendosje mbajti qëndrim se nuk mund të votohet një raport që ka dështuar të miratohet. Emri i kandidatit për kryekuvendar, tha sekretari i vetëvendosjes, dihet, por shtoi se nuk është momenti